Një ngjarje tragjike ka tronditur mëngjesin e së shtunës fshatin Rakaj të Ferizajt, ku një 29 vjeçar është gjetur pa shenja jete në terasën e shtëpisë së tij, mëson sinjali nga burimet të afërta me hetimin. Burimet bëjnë të ditur se viktima është FR, 29 vjeçar. Sipas informatave, momentin e rënd e ka përjetuar vllai i tij BR, i cili rreth orës 7:30 derisa po kalonte pranë shtëpisë, e ka parë vllain të varur me litar në terasë. Sinjali mëson se ai e ka alarmuar menjëherë policinë dhe ekipet emergjente. Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes në ora 7:40, ndërsa ekipi mjekësor ka arritur pak minuta më vonë. Në ora 8 është konstatuar vdekja e 29 vjeçarit. Burimet bëjnë të ditur se viktima jetonte vetëm me nënën, por natën e kaluar kishte mbetur vetëm në shtëpi, pasi nëna ndodhej tek motra e saj. Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit rajonal, forenzika dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore. Me urdhër të prokurorit kujdestar të krimeve të rënda, rasti është inicuar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit.